Zoti Rakipi, shikoj ndikimin e krimit të organizuar në disa drejtime. Së pari në aspektin financiar. Grupet kriminale janë tafta financiarisht, duke qenë se kanë para kesh pra që i kanë para të pista, mund t'i lëvizin lehtësisht për të blerë influencë. Është ajo që çfarë tha Antoni më herët që sigurisht bëjnë edhe rolin e bamirësit dhe pjesa tjetër ka të bëjë përmes friksimit. Mjafton të shikosh listat e kandidatëve për deputet për të kuptuar shumë qartë. Në listat kryesisht të majorancës se patjetër që pushteti duhet ketë shumë më tepër vëmendje të shtuar, kupton që për shembull në Durrës janë njerëz që nuk kanë asnjë eksperiencë, nuk kanë asnjë kontribut në Partinë Socialiste, përveç se kanë patur disa punëra dytësore të parëndësishme dhe që papritur janë kandidat për deputet. Dhe natyrshëm lind pyetja, përse? Sepse kanë një mbështetje, një background që vjen nga krimi organizuar. Pjesa e dytë ka të bëjë me çfarë un kam vërejtur po prapë te listat e majorancës. Për shembull, nëse ndalemi te Shkodra, më herët ne kemi patur deputet Agron Qelën, i cili iku nga ish Lëvizja Socialiste për Integrim, kaloi në Partinë Socialiste dhe tashmë zoti Qela nuk është më i ekspozuar, pra nuk është vetë kandidat për deputet, për arsye që mbetet ti sqaroi vetë ai, po çfarë ka ndodhur? Në listë është vendosur vajza e tij. Më herët ka qenë Aqif Rakipi, deputet në Kongresin e Shqipërisë. Vajza. Është vajza tek Agron Qela në Shkodër. Pra nuk është vetë zoti Qela, por është vajza e cila kandidon për deputet në qarkun e Shkodrës. Shkojnë tek Aqif Rakipi, u largua nga kuvoti për shkak të ligjit dekriminalizimit. I biri është Orlando Rakipi, është thuajse 2 ose 3 emra. Do ishte ambar. Po pikërisht këtë po sqaroj pra, është 2 ose 3 emra, në mos gabohen përveç Fatmir Xhafajt dhe Luciano Boçit në Elbasan, ishte i treti në listën e kandidatëve që theu Hersi në atë kohë që mori numër të konsiderueshëm. Pyetja është, cili ishte kontributi Orlando Rakipit, se nëse për Fatmir Xhafën e marrin të mirëqen që kishte kontribut në Partinë Socialiste. Cili ishte kontributi Orlando Rakipit për që në listën e kandidatëve për deputet dhe për të thyer Hersin, pra për të marrë një numër të konsiderueshëm dhe kaq të madh vota sa të hynte. Pra të gjitha këto janë dyshime të arsyeshme që më vinë duke analizuar të gjitha listat. Të njëjtën gjë ka bërë edhe me Partinë Demokratike. Pra ndihet ndikimi. Gjithë thelbi është këtu, a do të arrijë prokuroria e posaçme, meqense të gjitha degët aty janë lidhur dhe ne nuk kemi mas një strukturë tjetër ku t'i drejtohemi, sepse ajo ka hartuar një strategji për hetimin e krimeve zgjedhore, a do të arrijë të siguroj provat mjaftueshme për këto kandidat që mbështeten, a do të arrijë të godasa gjatë kohës që janë në fushat apo ditën e zgjedhjeve apo edhe pas zgjedhjeve. Pra, çfarë rezultati do t'jap strategjia e hetimit krimit zgjedhor? Jemi qartë këtu, por ndërkohë kolegët përmendën në Lala një moment që konsiderohet i rëndësishëm. SPAK për të parë do të monitorojë dhe do të ndërhyjë në këto zgjedhje për të mos e lejuar krimin. Më duket shumë e bukur për të qenë vërtet, me thënë drejtën, sepse jo se s'do ta bëj SPAK-u, por sepse personeli që ka SPAK-u është aq modest sa ç'dim dhe ç'njohim ne për këtë vend, do të ishte shumë pak, do mundeshin shumë pak për ta kryer këtë gjë. Çfarë dini ju konkretisht? Tani strategjia për ta krijuar zgjedhor, zot Rakipi, është bërë publike, të gjithë prokurorët e SPAK janë të ndarë në përrethje dhe do të monitorojnë të gjitha qytetet ose qarqet për të gjitha denoncimet. Për herë të parë ka një sajt ku do të ketë denoncime online, do të ketë hetime proaktive, patjetër që kjo është një strategji që zbatohet për herë të parë dhe pa diskutim që edhe unë vetë jam e paqartë se si do të funksionojë, por ajo çfarë mund të them ka të bëjë pikërisht me faktin që për herë të parë do të ketë përgjime të paktën në shtabet elektorale, mund të ketë infiltruar në këto shtabe elektorale, do të ketë hetim të financimeve të partive politike, por edhe të fushatës zgjedhore, do të ketë hetim të parave të shpenzuara për takimet me diasporën. Se si do të funksionojë dhe cilet do të jetë rezultati, ashtu sikur se ju edhe unë jam interesuar të shoh fundin, pra se çfarë do të arrijë të bëjë prokuroria e posaçme. Po kjo është një strategji që implementohet për herë të parë, është hartuar nga ekspertët britanik. Ato kanë dhënë ndihmesën e tyre. Në Britaninë e Madhe, sipas tyre ka patur një sukses të jashtëzakonshëm, por patjetër aty është një tjetër mentalitet, shoqëria është shumë e ndërgjegjësuar për të sinjalizuar të tjera. Struktura të plota për ta hetuar këtë gjë. Patjetër, përveç strukturave dhe shoqëria vetë nuk mund të blihet për një fest mielli apo me 50 euro apo 50.000 lekë të vjetra
për të dhënë votën apo për shkuar dhe për të votuar e gjithë familja, sepse vendosi pari shtëpisë dhe për shkuar për të votuar atje. Megjithatë, do duhet të presim hap pas hapi për të parë edhe rezultatet konkrete, sepse në fund fare ndonjëherë gjëra që mund t'i konsiderojmë si jo funksionale, mund të na ndryshojnë mendime dhe mund të kemi diçka që ne ose më saktë të ketë një rezultat ndryshe nga ajo çfarë ne presim. Patjetër që kjo është sfidë më vete për prokurorinë e posaçme, sepse për herë të parë do të implementojë një strategji e cila nuk është provuar asnjëherë më parë sa i përket hetimit krimit zgjedhor. Hetimi i krimit zgjedhor është ndër më të vështirit sa i përket sigurimit të provave, sepse flagranca është gjithë thelbi, të kapen parat me cilat do të bien votat. Sa do të arrihet kjo, mbetet për të parë. Jam okej, po e di pyetja ime konsiston në një moment, shiko, duket sikur janë këtu kemi të bëjmë me dy shtete. Një shtet që administrohet dhe drejtësia funksionon nëpërmjet SPAK-ut, shteti shumë i vogël, në këtë rast po themi kyria e politikës e të gjitha dhe njerëzve të krimit, që ata e kanë ndërtuar infrastrukturën, po ndërkohë kemi, në momentin që po flasim, kemi me një gjë super të madhe. Dhe pjesët e tjera nuk është se marrin pjesë. Për shembull, prokuroria është ajo që kishim, gjykatat, pjesa tjetër, përveç SPAK-ut. Dhe kjo do të thotë sikur ne jemi në dy shtete, jetojmë në dy shtete. Tani ky shtet kaq përfaqësuesit e këtij shteti kaq të vogël, SPAK-u, mua më duket pak iluzive të mendoj dhe të besoj që mund të zgjidhet ky moment. Unë jam skeptike në këtë drejtim, por sigurisht hap pas hapi duhet të shohim dhe duhet të kuptojmë. Unë mendoj që hetimi i krimit zgjedhor nuk mund të funksionojë nëse nuk ka një bashkëpunim institucional e para dhe nëse nuk ka një ndërgjegjësim të mbar qytetarëve shqiptar, pra të cilët nëse ju shkon dhe ju premtohet një edhe të institucioneve tjera, shërbimi informativ, policia e shtetit, janë strukturat të ndryshme, janë prokuroritë e rretheve, janë vetë qytetarët të cilët nëse dikush shkon pra një kandidat, ju premton një vend pune, ju premton para, kërkon të blej influencë në forma dhe mënyra të ndryshme, qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe ta denoncojnë. Pra nuk është një çështje, por në këndvështrimin tim, qoftë edhe 5 raste po të bëhen, mund të jenë një nisje e mirë dhe të shërbejnë për zgjedhjet e ardhshme, sepse më herët situata dhe koha dhe praktika ka treguar që edhe në rastin e 339-s apo 184-s, prokuroria nuk i ka shkuar deri në fund të hetimit të krimit zgjedhor. Dhe mendoj që sa i përket krimit zgjedhor, duhet ketë dhe pak vullnet dhe pak kurajë nga ana e prokurorëve. Mbetet për të parë nëse ata do të kenë kaq kurajë të shkojnë deri në nivele të larta ku përfshihen në korrupsion apo në blerje të votës. Pra nuk është një histori kaq e thjeshtë që ne themi janë disa njerëz. Jo, është çështje vullneti, bashkëpunimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve. Në të kundërt, pastaj mbetet vetëm të themi që kjo ishte një nisëm në letër shumë e bukur për t'u lexuar, por pa një rezultat. Ju nderuar kolegë, besoni se ky është basti i SPAK-ut të themi. Pra, ne do ta shohim se çfarë do bëj SPAK-u. Por ne dimë që në zgjedhjet e 2021-shit dhe në zgjedhjet e 2023-shit, ato pak raste për cilat pati masa arresti, gjyqi, hetimi, gjykimi, i përkistin, themi, ngjarjeve që lidhin opozitën. Pra, individ të opozitës të cilët u kapën duke paguar për të blerë vota dhe ky ishte, themi, gjithë spektri i luftës ndaj krimit zgjedhor.